se fokusi juaj është shumë i rëndësishëm? Nëse ju fokusoheni në emocione pozitive, ju do të vibroni në frekuencën e tyre. Dhe kësaj ju do të rrishni rrethana, individ apo gjithçka në këtë univers që vibron në po të njëjtën frekuencë. Prandaj, zgjidhni me kujdes emocionet tuaja apo edhe mendimet që ju mendoni çdo ditë. Dhe mos e kritikoni veten tuaj nëse papritur lind ndonjë mendim negativ apo ndjeni keq në një moment të caktuar, sepse ne jemi këtu që t'i provojmë të gjitha emocionet. E rëndësishme është që ju të jeni vigjilent dhe në momentin që një mendim negativ lind në mendjen tuaj, menjëherë ta zëvendësoni atë me një tjetër mendim pozitiv. Apo në rastin e emocioneve, do të jetë mira që ju ta ndjeni emocionin plotësisht dhe më pas thjesht me dashamirësinë më të madhe ta çlironi, duke u fokusuar në emocionet pozitive. Do t'ju këshilloja shumë që ta provonit dhe do të isha shumë e lumtur të njihesha me eksperiencën tuaj apo opinionin që ju keni. Faleminderit.